çka të bëj hoxh, thotë e kam burrin shumë xhelaz. Falet edhe beson Zotin. Po as me familje nuk më lejon thotë me u taku ose me nejt me ta. Kjo e këshilloj burrin tonë me balancu xhelozia mrena kufeve është shenjë burrnisë edhe e dashurisë për familjen, bashkëshortën e tjerë. Por nëse te kalon kufet atëherë kjo është smundje që Allahu ka ndaluar, pra është haram që burri me dyshu, me u bë xheloz, me tepru në këto gjëra. Këshilloj këtë bashkëshort që të mundohet ta balancoj xhelozinë e tij. Po ashtu nga ana tjetër këshilloj ty që të bësh dua, pse jo me i tregu edhe ndonjë hoxhe i cili ka muhabet me burrin tan, edhe me këshilloj hoxh ose dikush prej njerëzve që burri yt ka mirë kuptim edhe besim tek ai person, edhe kështu me u mundu me te i kalu këtë sprovë. E vërtet është që kjo është sprovë e madhe, por Allah ta letoft ty edhe ta shtoft sabrin edhe përmirësoft burrin tënd, sepse tu e dash shumë gruan edhe kalon në atë xhelozi sa e prish krejt marrëdhënien bashkëshortore përmes kësaj gjëje, kësaj smundje.